Komisioneri shtetëror I zgjedhjeve Ilirian Celibanshi njoftoi sot në një konferencë për shtyp se mbi 610.000 vota do të rinumërohen në qarqet e Tiranës dhe Fierit. Procesi I rinumërimit pritet të nisë të hënën ose të martën e javës së ardhshme dhe do të përfshijë një organizëm logjistik dhe njerëzor që Celibanshi e përshkroi si të krahasueshëm me atë të vetë numërimit pas votimeve të 11 majit. Është dashur kohë për të përgatitur, pasi ky proces kërkon një angazhim të madh, si në aspektin logjistik ashtu dhe njerëzor, u shpreh Celibanshi, duke theksuar seriozitetin dhe rëndësinë që I jepet transparencës së këtij procesi. Dhe në fakt në një kohë rekord kemi dalë që ta kemi gati gjithë infrastrukturën dhe kapacitetet njerëzore për ta filluar këtë proces, kurse thash hënën ose të martën e javës që vjen. Procesi do të zhvillohet në ambientet e Pallatit të Sportit Faria Hoti. Kemi dashur që ta zhvillonim këtë proces në ambientet e Parkut Olimpik, po për shkak të rrethanave objektive aty është parashikuar të zhvillohet një kampionat evropian I volejbollit dhe qartazi kemi qenë të detyruar të shikonim një opsion tjetër dhe thjesht për ta formalizuar, po 99.99% ky proces do të zhvillohet te Pallati I Sportit Faria Hoti. Kemi parashikuar që të ngrihen rreth 24 ose 25 grupe numërimit të përbërë nga 2 anëtar të stafit të KQZ-s, të administratës së KQZ-s. Pjesa më e madhe e tyre do të jenë stafi I përhershëm, po do të ketë angazhim edhe nga stafi I përkohshëm në këtë proces. Kemi vlerësuar që e gjithë procedurat do të marrë të paktën për qarkun e Tiranës dhe për qarkun e Fierit, do të marrë ndërmjet 18 dhe 20 ditë, dhe për ta kuptuar se pse do të duhen kaq shumë ditë, ju sjellim në vëmendje disa shifra. Për qarkun e Tiranës, procesi I numërimit dhe vlerësimit të fletëve votimit, pra pas datës 11 maj, ka angazhuar 208 grupe numërimi, pra 104 tavolina. Dhe për qarkun e Fierit, 46 tavolina ose 92 grupe numërimi që shkojnë gati 150 tavolina. Dhe duke qenë se ne kemi rreth 6 herë më pak tavolina, llogaritet që kemi 6 herë, na duhet 6 herë më shumë kohë se sa u është dashur numëruesve të partive për të pak më pak kohë në fakt, për të numëruar dhe të vlerësuar votat dhe për të bërë tabelimin e rezultatit.